Në mbështetjen e bizneseve dhe familjeve në investime, një rol të fortë këto vitet e fundit kanë pasur edhe bankët. Nga sektori i mikrofinancave, portofoli kredive arritën në vlerën e 6,6 miliard lek, me rritje 8,2% në vitin 2024, ndërkohë që të ardhurat operacionale të aktivitetit u rriten me 8,8%. Në asamblenë e mikrofinancave u theksua se dominin kanë pasur huat për sipërmarrjet e mesme të vogla, por edhe bujqësia. Faktikisht Fedinvesti disburson rreth 5.000 deri në 6.000 kredi në vit me një vlerë rreth 35 milion euro ose 3,5 miliard lek, ku rreth 50% e këtyre kredive është fokusuar në sektorin e bujqësisë dhe të blegtorisë. Ekspertët në këtë takim u shprehën se Shqipëria vazhdon të ketë një kërkesë të fortë për produkte të mikrofinancës. Në situatën aktuale, ku sektori bujqësisë ballafaqohet në vështirësi tashmë të njohura gjërësisht, mund të themi që ky institucion ka arritur që të përmbush kërkesat e fermerëve tanë për kredi, të cilat janë gjithmonë e më shumë në rritje dhe një pjesë e këtyre fermerëve kanë tendencë të drejtohen ose të kalojnë drejt tregut duke prodhuar për treg. Në takim u theksua domosdoshmëria për rritjen e inovacionit, por dhe shërbimeve digjitale.